Kjo ishte situata në hidrovorin e Vlorës më 26 janar 2026. Nga 4 pompat që disponon hidrovori, vetëm njëra është aktualisht në funksion. Niveli i ujit në kanalin që derdhet drejt pompave rritet gradualisht. Banorët e zonës kryqëzojnë gishta teksa kjo situatë përsëritet sa herë ka rreshje shiu. Banesat e tyre përmbyten për shkak të mungesës së mirëmbajtjes së hidrovorit. Megjithatë, dikush po merret me paratë e hidrovorit. Kryebashkiakja Brunilda Mersini dhe 2 oligarkët, Ardit Ismailaj e Xhavit Ismaili. Zyrtarja është në zinxhir korrupsioni dhe duket sikur nuk e percepton rrezikun për gjithë qytetin. Kështu e pëson Vlora. Kryebashkiakja Brunilda Mersini administron pazarin afro 2 miliard lekë të tenderit të hidrovorit, pa pyetur se situata është emergjente. Përmbytjet në Vlorë që ndodhen në 4 tetor 2024 nuk e kanë ndërgjegjësuar bashkinë. Ky qytet ka nevojë për investime në kanalizime dhe hidrovor. Kujtojmë që nga mos funksionimi i pompave të hidrovorit, u mbulua me ujë qyteti bregdetar duke shkaktuar dëme të mëdha materiale, jo vetëm në infrastrukturë. Shumë familje për ditë me radhë thjetën jashtë në qiell të hapur për shkak se pushteti vendor nuk mori masa. Ata patën dëme të mëdha në banesat e tyre. Gjithsesi, pazari i tenderit merr më shumë rëndësi se sa vetë hidrovori. Kryebashkiakja i ka fshirë me gomë të gjithë pjesëmarrësit dhe ka ftuar 2 oligarkët të firmosin kontratën. Skualifikimi i të gjithë operatorëve konkurrues përveç fituesit, skualifikimi i ofertës me vlerë më të ulët. Me këtë përshkrim, Open Data Albania e ka shenjuar procedurën me risk korrupsioni. Tenderi i Bashkisë Vlorë, rikonstruksioni hidrovorit të qytetit të Vlorës, furnizim vendosje, është njoftuar me vonesë. Procedura ka nisur më 16 tetor 2025. E po, kryetare e re, pazari i ri. Për këtë projekt nga buxheti i shtetit është ndar fondi limit 154 milion e 687.373 lekë, pa llogaritur të VSH-n. Pra gjasat janë që kontrata të arrijë në afro 2 miliard lekë të vjetra. Në tenderin e datës 31 tetor 2025 morën pjesë 4 operatorë. Megjithatë nuk ka pasur një garë të mirëfillt. Për më tepër, dyshohet se ka marrëveshje të heshtur mes operatorëve që 2 oligarkëve tu lirohet rruga. Dyshimi i parë të lind nga 2 ankesat në komisionin e prokurimit publik nga 2 kompani që nuk kanë marrë pjesë fare në tender. Nëpërmjet sistemit të ankesave elektronike pranë Komisionit të Prokurimit Publik, janë administruar 2 denoncime në datën 24 tetor 2025. Njëri është i operatorit ekonomik Shendelli SHPK, ndërsa tjetri i NG Tractors SHPK. Të dyja kanë bërë kërkesa mbi modifikimin e dokumenteve të tenderit. Në preventivin e miratuar për këtë objekt rezulton se rreth 2/3 e vlerës totale i përkasin pa isjeve dhe rreth 1/3 e vlerës përfshin punime ndërtimi ndihmëse. Pra pjesa më e madhe ekonomike dhe që përcakton qëllimin kryesor të investimit është furnizimi dhe vënia në punë e pompave të reja, ndërsa punimet ndërtimore kanë rol ndihmës. Kësaj theksohet në këto ankimime janë vendosur kritere të pajustifikuara për personel teknik. Roli KPP-s në këtë fazë është thjesht të jap kohë palëve të maturojnë pazarin e tenderit. Komisioni i Prokurimit Publik mori vendim më 7 nëntor 2025 të pranojë pjesërisht ankesën e operatorit ekonomik Shendelli SHPK për procedurën e prokurimit. Sipas vendimit, bashkia duhet të kryente modifikimet. Më 18 nëntor 2025 KPP u mblos sërish dhe vendosi të lejojë bashkinë me hapat e tjerë. Surpriza është se të dyja kompanitë që kërkuan modifikimet nuk kanë aplikuar në tender dhe pas vendimit në favor të tyre. Ndërkohë, kryebashkiakes Mersini dhe komisionit të saj të vlerësimit të ofertave i është lehtësuar vendimarrja edhe nga një lëvizje tjetër. Kompania Muhopolus Ltd nuk ka paraqitur asnjë dokument duke u tërhequr në mes të procesit. Firma e mësipërme kishte vlerën e ofertës 129 milion e 937.394 lekë pa të VSH. Kurse oferta fituese e prezantuar nga Bashkimi i Operatorëve Viptis SHPK dhe Alba Construction SHPK është shumë e lartë. 146 milion e 953.012 lekë pa të VSH. E megjithatë,
ka edhe një ofertë tjetër më ekonomike. Kështu, Rafin Kompani SHPK ka propozuar t'i sjellë dhe t'i instalojë pajisjet e hidrovorit me 133.412.643 lek. Pa të vëshë. Megjithatë, asnjë nga konkurrentët nuk ka fuqi dhe lidhje me qeverinë që disponojnë pronarët e VBTs dhe Alba Construction SHPK. Ardit Ismailaj, nipi biznesmenit Sadik Ismailaj, është administratori firmës së ndërtimit VBTs SHPK. Më herët Ismailaj ka qenë pronari drejt për drejt i kompanisë pas një akti dhurimi nga gjyshi i tij. Aktualisht, kompania është në pronësi të perandorisë Ismailaj Group me pronar dhe administrator po Ardit Ismailaj. Gjatë 5 viteve të fundit, përmes kompanisë VBTs, Ardit Ismailaj ka marrë mbi 6 milion euro para publike kryesisht nga Drejtoria e Përgjithshme e Ujësjelljes Kanalizimeve Alpetrol dhe nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Kjo perandori ekonomike është ngritur me themele mbi shkatrimin e vlerave kulturore dhe turistike, mbi koncesione dhe leje ndërtimi të dyshimta. Paraja e tyre shpeshherë nuk dihet se nga e ka origjinën. Për disa abuzime epike, grupi po hetohet nga SPAK. Këtu hyn ndërtimi i stadiumit me kull, koncesioni e kurudhës Ballë Shfier Vlorë, apo ndërtimi një resorti turistik me një të afërm të Damian Gjiknurit brenda parkut kombëtar të Butrindit. Shumë përfitime të Sadik dhe Hidayet Ismailajt si hidrocentrale, puse nafte, hekurudha e të tjerë lidhen me veprimtarinë e ish-ministrit Damian Gjiknuri. Grupi gjendet me adresë te kulla e stadiumit Air Albania. Vetëm Elon Musk u kalon gotyre për pagën e madhe. Secili i ka caktuar vetes 85 milion lek në muaj, rreth 2 milion euro në vit. Kapitali tyre shpërndahet në kompani të ndërlidhura si këmbët e oktapodit. Kështu, Hidayet Ismailaj është pronar i kompanisë Motus. Me anë të saj kontrollojnë firmat Finman dhe Prodev, kjo e fundit më parë njihej me emrin Mred. Me anë të kompanisë Finman, tërhiqen fijet tek firmat Albstar, VBTs, IR, Arena SP, Amo Rentals, Asab, Balkanska Finman, ANGS, AOS, Manastiri Resort, Fintrand, APM. Të gjitha janë përfituesit të koncesioneve, tenderave, lejeve për kulla dhe resorte në mënyrë të dyshimit dhe në dëm të interesit publik. Me anë të Albstar, Ismailajt kanë përfituar rreth mbi 100 milion euro tendera publik. Mbi 60 milion euro i kanë përfituar vetëm nga ARSH dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit, ndërkaq nga Albstar shpërndahen faturat e kompania Albrail, Space dhe EcoClean. Space Plus ka si objekt lojrat e fatit në kategorinë kazino në hotel me 5 yje në Hotel Marriott Tirana. Ndërsa kompania EcoClean posedon vendburime nafte në Patos që i ka përfituar në mënyrë klienteliste. Sipas një raporti të kontrollit të lartë të shtetit, disa nga tenderat e fituara nga ky grup janë në shkelje të ligjit. Përmes kompanisë Albstar është marrë koncesioni dyshimit të transportit hekurudhor i linjës Fier-Ballsh-Vlorë. Këtu janë aksioner edhe djemt e politikanes Valentina Leskaj. Për koncesionin e hekurudhës, KLSH ka zbuluar shkelje në zbatimin e kontratës, por Ismailajt janë të paprekshëm. Në emër të Albstar janë edhe disa hidrocentrale mbi lumin Shushic, Hec Drashovica, Hec Kote, Hec Gjorm dhe Hec Brataj. Tek hidrocentralet ortak me dyshen Ismailaj ka qenë edhe oligarku rus Oleg Deripaska. Pjesë e listës së zezë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pasi është akuzuar nga inteligjenca amerikane për ndërhyrje në zgjedhjet e vitit 2016 për llogari të Putin. Oleg Deripaska, i cili ka përfituar 20 milion euro nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, u zbulua se kishte paguar ish zyrtarin e lartë të FBI-s McGonigal për ta hequr nga lista e sanksioneve të SBA-s. McGonigal është i dënuar nga drejtësia amerikane, por akoma nuk është mbyllur hetimi për bashkëpunimin me kryeministrin Rama. Sipas dokumenteve zyrtare, Albstar rezulton të jetë një nga përfituesit kryesor të skemës mashtruese të fryrjes së shpenzimeve dhe pastrimit të parave, duke përfituar vetëm në vitin 2011 rreth 22 milion euro nga bankers. Këto shuma janë përfituar përmes faturimeve fiktive. Në shtator të vitit 2016, Hidayet Ismailaj themeloi një kompani të rendërtimi me familjen e tij, fillimisht të regjistruar si Reas 16 dhe më pas me emrin IR SHPK.
Përmes kësaj kompanie janë qarkulluar qindra mijëra euro të përfituara nga bankers, duke e rritur xhiron e firmës në 6 milion euro dhe fitimet në rreth 2 milion euro, sërish me fatura të falsifikuara. Prokuroria e Fierit deri më tani ka dërguar në gjyq vetëm drejtuesit e Bankers Petroleum. Me anë të kompanisë Arena SP, grupi Ismailaj ndërtoi stadiumin Air Albania duke marrë në këmbim pronë publike në mes të Tiranës dhe Kullën. Po ashtu tenderi ndërkombëtar për projektimin, prishjen, financimin dhe ndërtimin e stadiumit dha kompanisë Albstar, e cila prishi edhe fasadën e stadiumit Qemal Stafa, monument kulture. Me anë të kompanisë Manastiri Resort, grupi Ismailaj është duke ndërtuar një kompleks villash në gjirin e manastirit. Projekti ngjan një kafke betoni me vila që shëmtojnë parkun kombëtar të Butrindit dhe prej disa vitesh ky gjiri bukur i Ksamilit qëndron i bllokuar për shkak të punimeve që po bëhen për ndërtimin e fshatit turistik. Kujtojmë se në 2 dhjetor 2021 Komiteti i Investimeve Strategjike miratoi statusin e investitorit strategjik për projektin Manastiri Resort me subjekt aplikues Albstar SHPK në pronësi të biznesmenit Sadik Ismailaj, i cili ka marrë edhe plazhin. Gjatë një debati në parlament me deputetin Agron Shehaj, ministre Mirela Kumbaro e cilësoi resortin si një pikë të voçkël në hartë që nuk i prish punë parkut. Kompania tjetër, Alba Construction, është në letra pronë e Xhavit Ismailit, vëllait të ish kryebashkiakut të Vorrës, Fiqiri Ismailit. Nëse komisioni tenderi do të bënte verifikime, do të zbulonte se kjo kompani ndërkohë është angazhuar në kontrata të tjera publike. Ismaili i Vorrës është një nga demokratët që u bë klient i madh i kryeministrit. Alba Construction ka marrë kontratat majme nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit që drejtohet nga Drita Nagolli. Në këtë kuadër është tenderi i programit për zhvillimin e integruar urban dhe turizmin. Projekti parashikon ndërtimin e një qendre mirëseardhjeje për panajire dhe ekspozita si dhe një kullë vrojtimi në Ksamil. Alba Construction SHPK është shpallur fituese tenderit me vlerë 5.591.000 euro për fshirë edhe të vëshën. Më datën 25 qershor 2024 është bërë publik emri i fituesit dhe pas një pengesë Agjencia e Prokurimit Publik e ka regjistruar këtë kontratë. Theksojmë se Open Data Albania i ka vendosur tenderit flamurin e kuq për të treguar riskun e korrupsionit. Kjo vepër akoma nuk ka filluar. Gjithashtu Xhavit Ismailit është dhënë tenderi 7 milion euro i parkimit të nëntoksor të sheshi Avni Rustemi, të cilin akoma nuk e ka dorëzuar. Megjithse afati ka përfunduar. Bëhet fjalë për prokurimin me objekt të rehabilitimi fasadave të rrugës Luiq Burakuqi deri tek sheshi Avni Rustemi. Xhavit Ismaili e mori tenderin nga kryetari Erion Veliaj. Ata janë bashkëpunëtor të vjetër, përveç se ka fituar 4 koncesione, kompania Alba Construction, pjesë ndërmuese të tenderave, i ka marrë nga Bashkia Tiranë. Këtu mund të përmendim rikonstruksionin e rrugës së Agallarëve, rehabilitimin e unazës së mesme apo ndërtimin e pallateve tek zona 5 Maj në kryeqytet, ku shembën shtëpitë e banorëve Gjoja për projektet e rindërtimit pas tërmetit. Lidhur me tenderin e parkimit tek Avni Rustemi, ka një fakt interesant që tregon se kishte marrëveshje të heshtur se kush do ta fitonte këtë kontratë. Kështu në tender ka marrë pjesë edhe fusha SHPK për t'i dhënë larmi ofertave. Nga ana tjetër, oligarku i Bashkisë Tiranë Shkëlqin Fusha është ortak në tendera të ndryshëm të fituar më parë bashkë me Xhavit Ismailin si bashkim operatorësh. Në vitin 2024, Ismailaj ju ngatrua emrin në një dosje të Spakut, por nuk u mor në përgjegjësi penale. Kujtojmë se ish kryebashkiakja e Libohovës, Luiza Mandi, u dënua me burg prej korrupsionit me të. Gjykata e posaçme ka dënuar me 1 vit burg Luiza Mandin për veprën penale të shpërdorimit të detyrës. Hetimi ndaj saj erdhi pas një kallëzimi të bërë nga një qytetar i cili pretendonte se në pronat e familjarëve të tij, bashkia po zhvillon një projekt zgjerim rruge. Gjatë përfundimit të punimeve prej kompanisë Alba Construction me pronar Xhavit Ismailin, denoncuesi ka konstatuar se muri rrethues nuk ishte ndërtuar në cilësinë e duhur, por ishte shtrirë edhe në sipërfaqe të tjera të tokave në pronësi të tij. Në këto kushte, prokuroria e posaçme ka nisur punën në terren, ku ka sekuestruar projektin në fjalë dhe është konstatuar se ishte cënuar prona e familjes Galibohova. Gjatë zhvillimit të projektit në fjalë nuk ishte zbatuar procedura e shpronësimit, çfarë ka sjellë edhe dëm ekonomik tek kallëzuesi. Urojmë që hidrovori i Vlorës të mos ketë këtë fat, por siç ka nisur shenjat, nuk janë të mira. 2 oligarkët akoma nuk kanë nisur punën,
dhe pasojat bien mbi banorët që presin të vihet në funksionim objekti.